Hajde vali. Labi, ti je plak, unë hala, ti je bobar. Zemra mu doc, melcia mu pos, sevdaja mu hos, polan nga bukurie saj. Amani, amani, shokalin të maqani, si t'ja po i mirë jo shok, këti dërmami. Kush niset me bo sevda në moshën e plesenis. Kush niset me bo sevda në moshën e plesenis. Njera të syren menja të kërkoj vitet e rinis. Njera të syren menja të kërkoj vitet e rinis. Pleseninas, kur se do, zemra jo nuk e pranon. Pleseninas, kur se do, zemra jo nuk e pranon. Të del një rrug, të del një thi, koha i ke mosha shkon. Të del një rrug, të del një thi, koha i ke mosha shkon. Ja sa man moj, cylja remi, menja shtatë por si selvi. Ja sa man moj, cylja remi, menja shtatë por si selvi. I vesjarin, si t'bileti, në i more qatë këta pleset ri. I vesjarin, si t'bileti, në i more qatë pleset ri. Po të pys, sa dhjeshe je. Po të pys moj, po të pys, sa dhjeshe je. Une jam ala ere. Une jam ala ere. Hajde goc të rish me mu. Hajde goc të rish me mu. Përvesteje, tjetër s'du. Përvesteje, tjetër s'du. Yaşar ol yaşar.
të shkru përveç teje tjetër s'du përveç teje tjetër s'du. Faleminderes. Plum. Gjere ma boni plum për kongën e plishërisë. Dima, Po, Gjerta. Po, me një janë. E përshëndesin Gjerin shumë. Edi, Fol. krejt zhandrët, nuk ka zhandrët muzikës që më ndoket nuk e këndani. Veç hip-hopin. Jo, rock snojnë. Anglisht nuk di më dhuvër. Shqip po. Di më dhe këtu se të leta zbavice, populore, kongë gjehovore, të vjetra, kongë cofës dhe më thonë që i thonë mirë.
E Talavana e dan? Knojmë, edhe Talava ka pak, po jo kështu Talava. Me mujtë se knojmë hisë, se më të ka të drejtën hisë, nuk e dojmë fort. Shqip, vlla, kemi kong Shqip sot dush. Qatë shumë kemi kong Shqip, sa që edhe t'jashtë mu i një japë, mi thonë, mërni. Jo, atë definitivisht, me të rafa. Mërni për oazojmë. Sot dëni, qëfar dush zhërni kena Shqip, shka të dush, këtë lojet. Okej, po du më ndalë pikrisht tek ajo jeta personale e juja, për shkak se për muzik po dijet, po ju ndëgjojnë edhe sot live. Tek pikrisht jeta për diqmeria Gjakova si Gjakov. Jeta e ditës, jeta e natës, sa jeni, dhe më thonë, sa shfrytëzoni jetën e ditës jeta apo ditës jetën e mas natës? 2-ve fillon, mas orës 14, dhe më thonë, mas 2-ve ditës. Që të dalim kafen e me nxezë dhe pijim zakonisht, edhe kur s'kemi organizime, u bo rutina e punë me fletë mas 5-ve, mas orës 5. Kështu që gjumi maj mirë për ne është pi 5-ve dhe në orën 2-3 varët, ka ja e qodën 5 mas dita në 6, ku e mërë 300 gjumë ala që, mërë burë se të rëbo. Po, që dhe ka kësë zanatë? A jeni vetëm shok, a jeni flidhën dhe diçka? Ja, jemi edhe shok, jo ku gjuh. Vish shok? Ka una i lakëve që jemi ku gjuh. Thjesht jemi shok, jemi të Gjakovës. Edhe i shok të Prizreni dhe kemi rollin. A një dhe se ju shpeshere ju shkoni ka Prizreni, hajtë me shku me pijë që atë rëvani. Ma shumë jemi të lidhen, po besa dhe me të Prizreni, vishë dhe me pe jemi shumë të lidhen Gjakovar. Kanë shumë të marrën e t'javën e kështu. Jemi me daje, me hala, me tezë. Dhe më thonë që mirë. Gjakova është të lidhën me Prizreni, me pe ma tepër. Po mirë. Okej. Sa shfrytëzoni jetën e natës, Gjakov? Gjakov, jeta natës kërësisht bëhet prandëve, shtunëve. Prandëve, shtunëve. Prandëve, shtunëve. Sa mundeni mu inkuadru për shkak se ju mirë zakonisht me muzikë tash prandëve, shtunëve. Nga zakonisht shtunëve e në atë zonën, për shumë. Po. Në për dasma, në për ahengje. Po kur kena ku të lirë dalim. Unë personalisht dalë me shoqëri. E di që ka fillu jeta natës, ko gja minë Gjakov, edhe po edhe vonë. Jo, ka erë të shtunën, zguzojmë i zonë, ja lojmë të libu, do më lamet një beqarë, të marrë për dasma. Kështu të vidhon dil tash, dil. Lojnë të lirë shtunë. Ju tjertë, ju dëtë? Normal. Dalim është është një, normal edhe me të fejunën. Kuptohet. Normal. Ja, gëza më s'falj, gëza më se më shëndet, të t'kallëzoj. Ka sapjen me zanata. Me thonë drejta, ma shumë edhe jena të angazhu në muzikë, pe jena pjesëmarrësën për mramje. Pak ma rrallë, ma shumë ditën. Ma shumë ditën. Me zditë që atërë, po që atërë veqohëm. Prizreni që ka atmosfere? Ditë natë studio. Ditë natë studio. E rolle e ka këtë ditë në studio. Studio. Dhe me thonë, bjashta studios në Online, studio. Së ka thonë. Tash të ju po këtena e përmendet se cili për juve thatë jeta e ditës, jeta e natës. Shumë interesant është, për dalim për vendeve tjera, më do këtë sistemin, Gjakova ka sistemin e Zvicrës. Në orar, kur hajt buka, kështu për mendojnë në për lokale. Zakonisht, të nërë Gjakov gjëlltorët për shamu të s'kanë pas sukses. Se të nërë të hajnë drejken në shpirë, nuk s'deni një hongër s'akat. Jo, për mendoj, po edhe me orare punojnë, edhe lokale punojnë me orare. Me orari pi punëve që kanë punu, do më thonë atërë në për ndërmarjet që në konë, që i dinë këtë Kosova, ta shtë emocion ato, alo a kanë atë sistemi, do më thonë në ora 2 mushtru drejka, më hongër me flejt, mas 2 duhet me flejt. Ju më zgëzësha së mundi në shpe, që këtë bu 2 sati të në gjumë dashtës du shumë me flejt. 2 deri në 4. Po një farë sistemi një në është i mirë, edhe ja, po, tash në ka u pregli krejt. Tash djetë kush kur hane, kur qova, dhe që flejme. Po mirë, apet është ajo... Jeta natës është e mirë në Gjakov, rrinë vonë, telashë nuk ka, është mdoket që mdoket qyteti maj qetin këtë qytetet e Kosovës, është mas pak ti ka telashë Gjakova, kështu fjell, vrasje, kësisanë në Gjakov, nuk ka fort. Rrinë natën, nuk bëhet shurëm, tonë rrinë në për lokale, nalën dritat rrinë që të mirë. Në anën tjetër, dhe më tonë, e ditë thashë, ka një shumica, e dim që shumica e këngëtarve që janë suksesshëm janë për Gjakovës, këtonë si janë raportet e juja bashkë me ta? Me raportet me këngëtarët e Gjakovës shumë mirë kemi. S'kemi probleme kërkon, do më thonë nuk i këshuj me atë syni këshut
faktikisht mirë kaloj me të gjithë. Për shkak që ju jeni matri, e që ata ta shkur jeni matri, pak të hynin në treg, ajo... E buva ki me i shesh aty mu qelë 4-5 dëgojë fshimore, mu vëtar dhe i gjashti thu, a që kish kalipi, mërë Allah se bol kem na, tash edhe një në ushtu pa, po të kukur se din që bashkë ma tepër shtohet puna, që aty ka lomë shri maj madhe, që gushba ma madhe, që aty ka punë ma shumë ti. Edhe në Gjakov, ka këngëtar shumë, po tonë punojnë. Tonë kanë treg, se cili e ka tregin e vetë, e ka rajonin e vetë, do më thonë, atër muzika është sandi qefit, do më thonë, ku nuk bëhet me imponim, do më thonë, gjithësysh për marim se enjoy, medin e ta marim se s'ka kuptim. Dikuj që i pëlqen muzika jonë, i pëlqen qëtërkush, do më thonë, është me qef. E përgjithësim me raportet me këngëtar tjerë, shumë mirë kemi. Kosovës përgjithësi, jo... Me të Kosovës, faktikisht, mu nuk më kara fort me pas, në kara me pas fort punë me këngëtar këtë Kosovë, ala nuk imi i natë tragin se po, me demis tash me shamë me konë kemi nëjtë dhe qysh kemi nëse, mirë kemi kalu. Pa të lashe, pa kërgjo. Ne kanë respektu, jena mundu me respektu 10 herë ma tepër. Si matëri që jemi, jena mundu me buat respektin pak ma të madhë. Sa mundin me mbajt familjen për kësaj punë që e bani? Përgjithësi, se cili për juve? Për momentin, ala nuk kemi arrit në atë piken që më mujtë mërnu kretë familja prej muzikës. Po, do më thonë du më vënu edhe dikush tjetër në shpe, më konë edhe një orën e tjetër, pasi që dhije që muzika përveç që ka të orëna, ka dhe shpenzimet të mdoja. Kuptohet, do më thonë, për marë deshtu të levi, ka shpenzime. Levo më dashtë qysh du të më ngajtë, me shku këna janë e më ngajtë mas kangve, mas njëzimeve, mas gjitha ato kushtojnë. Kështu që, sa që ka edhe shpenzimet të mdoja, ka dhe përfitime, po, mirë. Mirë, nuk o kesë. Ka i rogë në delë. Okej, jo, me ty, jo, s'pëkqyri... Mirë, ma derë. Jo, mirë. Mundesh. Të këj punën edhe baba i vetë. Kjo t'joni Zënel Dolit, të përishë, që kënë me Zenin. Këta i kam 2 tarna dhe muzikës. Kështu që mirë është. Po, pja dalin një. Mirë është ajo pjesë kur janë edhe 2 tinguat rumë. Te jo? Të une në angazhimin e pjesëmarrës të familje që jënë në përpuna dhe ta që janë animon. Zlavi... Më të nëveç për kësaj nuk mundet. Me një shmin dhe vetë jojë, për momentin jo. Kërësisht, na punojmë me zërim. Pak me zërim, pak me muzikë, të më thonë me orkestra, me grupë. Kërë që mirë për dhe nga. Mirë është, për momentin mirë. Po? E roli me studio. E roli me studio të zirat. Si me studio, si me dosma, mirë është shumë. Mirë është ta. Ajo kryesorja. Të ka thonë babin a jere, që ka polim që përshkom hejtin me kënu? Ja, kemi e përkrojnë. Ja, falendet për ti, jo vetëm edhe për BCZNL, po edhe për Zenit, edhe për këtë orkestrë të në, edhe për shumë këngëtarëve tjerë në Gjakov, na kanë përkra. Pa marë parasysh, mrana të në, shka nuk e divis, me gojnë e të në na kanë përkra dhe na kanë folë fjetë mirë, edhe në për njërës tjerë, dhe dikush që dorë më ka thonë, të ka lavdu kë këngëtari ose të ka përkra. Falendet për përkrajnë që për fillimit që na kanë bo, edhe Alana bojnë, edhe BCZNL gjithashtu. Këtë ku na ka përkra. Shka do që kem nevoj, dishka i kemi në dispozicion për me në animu. Edhe pse po mundohem për kena që më mundu pak vetë, se ma shumë du të mja dim kimetin kur të lodhën vetë, kur të lodhën ma tepër, se me gjithë hazër, shtu që mirë, dhe ishtë tash mirë. E dja ke kontaktu na jene me Korablet, saj kolegun tem që është edhe redaktor edhe që bërë në emisionin Randevu? Jo, e kum pas me i darësëm në Gjakovu kun. E kum po, se e shua partin e qelave vjetër ka pas kriju. Ka mundësi me kjo më në të qasusome, na? E kum pa me i darësëm, ka qenë në Gjakov, ka qenë me i darësëm, edhe kum përshëndet, a dhe radiotelevizorës të një, a dhe istë një që e po. Se kështë se takë më kuj që ju më partin e dhe e që. Dhe jo, dhe unë e qelë valla, shama bota, s'kom flok, labi. Ma mirë unë e që së më shienë finët, se ti që jo po bardhi, e plak. Më falja. Këto të thash talida që malëshov, atë dash e malëshov. Kërë, më plak, ja, qartë. Harro kërë. E këta një kongë robi plakët kur dënë vetë. Po. Adha jo është, plesnin një më varë qyshën një mërëna në shpirë. Definitivt. Më plak kërë ata. Ashtu është. Unë e di që na mundëm përmes gjatë biseden edhe me vazhdu biseden, po e di se ma e mira ajo e juja e cila vazhdan edhe që zgjatet ma shumëti është kanga, është edhe muzika. Unë para se me përmbyll pjesën e partë emisionit Një Kafe me Labin, para se me ja fillu ju prap me mi këndu ato kangët e fundit cilat janë, unë kisha dash me pytë se për juve. Festat e fund vitit po vinë, sa në kujdeshëm për shemull pikrisht për gratë, për të fejumet, për femnat,
për mi jep edhe Me që dhurat Alabia. Anë të të gruja me ka thonë, Alabi ko ka për mu. Une, faktikisht, e përshëndes edhe të dashurën teme, grunë teme, ose që është dush mi thonë, dhurata ma madhe për grunë teme, ku t'i shkoj unë në shpi vlaja, se e mërë malë e me pasë, se më shë marral, edhe për festat e fund vitit, mas pari, duhet jure gjithë shqiptarëve, ku do që janë, mrana kufive të Kosovës, edhe nga diaspora, dhe Shqipnia, ku do që egzistojnë shqiptarë dhe që jetojnë, urime Krishtlindjet, urime vitin e ri, inshallah do Zoti, i nga na vinë ditë më të mira neve shqiptarëve, për mdo këtë që po, edhe inshallah shtnet në familjet e tëne, pare e gjithat mirat. Kjo është urimi më i mirë për gjitha. Shneta mas parti. Shëndeta ashtu. Shëndetin atër Ku ta kish smetën. Qa është dhe është? Sa i kujdeshëm për festa? Kala, shumë, bëllë i kujdeshëm, po me gjatë se ka edhe nesë, ka ditë lindjen. E kështu që surprizë kom ja, po surprizë. Surprizë, ha? Surprizë. Hajde për këshyrim surprizë. Surprizë. Cirë në telefon, më sarën, që ka më bërë surpriza. Shkëllëve të njërish të mësa. Kej, qka kemi thonë kretë atërë që kanë qenë bashkë me neve? Urime vitë ri. Kja. Urime festat, fund vitit gjithve. Sa i kujdeshëm për... Jam i kujdeshëm. Ashtë me këto të reja, gjithë duhet. Se të kap ligji. Okej, të më këtë veti, sa i kujdeshëm për dhurata për mamën, për të të marë? Une, shumë jam i kujdeshëm. Të gjitha ndarët familjes ju blej dhurata për ditë lindje normale dhe për festa. Mos i dashur s'kom, një për një. Ndarët familjes ju blej. E para më është... Nona. Nona, e ditaj më jetë, a më spëndronë më sa nej. Alla fështirë, të unë fështirë, po s'besaj. Dhe sa i kujdeshëm. Studio rolli. Të si të dhënë, hajde se një vijë melodike ko po për të dhuratë. Falë më arronë në esanë, se marronë Të dëllë në studio, që edhe unë jam kujdes shumë. Gjithve... Ju pa dhurata. Po. Gjithve urime festat e fund vitit. Shka tjetër, shumë. E di që na nështë da takojmë e zërës pas here, qoftë ndonjë kongë tre, qoftë ndonjë promovim... Me shumë knatësi, kom qetë më ardhën në Radio Televizionis të nimi, mi bo promovimin edhe gjdo klipi ose gjdo kongë vecidet, sepse s'muj mi arru për përkrajnë që na keni dhonë që për fillimit. Kemi qenë këtë kongë këtu, na keni përkrajnë, na keni thirë, pa pritës, falimderit shumë. Cilat janë kongë të fundit që keni përzgjedhë, a i sanda jo? Për këtu, për më kongë këtu? Po. Që është për thomë që kur gjos kemi përzgjedhë, hez? Okej, njëna prej kongë, vetëm e thonë, nëse ju 3 kongë i keni, e ka të ta konga e Borës, që keni këndu të gjeri. Pra bin të Bora? Po, me knatësi e knojmë. 3 keni, ju këmë tonë për bëni që duaj, 4-8 kjo, se... Do më thonë edhe 4 kongë kena mi knua, pa... Kushe ka që? Altë nga këshyra. Edhe herë përshëndetje Gjerin. E përshëndesim nga zema. Unë për falenderoj për zëmëzesh, falenderit shumë që jeni pjesë e emisionin Dika Familabin. Falenderit për tesën. Jep janë i kongës ashtu që jep një masmiti. Po, ma shumë knatësi. Masë që jemi edhe me borë, jemi ftoftë për Gjerin. Të bo
bora e pa dhe ne të dy mbi trotuar esnim të dy zëndor për dorë dhe luanim bashk me to papo ti qeshje voglushe si kate me zboles që pinte pa pushim të grini ty to shkate njoma i ngroje ato mbi gjoksin ti prapje o bole pa sta kemi në frikën as pa se shumë dashuri ka në bot e para sarohet për Radin të bora e pa dhe ne të dy mbi trotuar esnim të dy zëndor për dorë filluam të luanim bashk me to papo ti qeshje voglushe si kate me zboles që pinte pa pushim të grini ty to shkate njoma i ngroje ato mbi gjoksin ti sta kemi në frikën as pa se shumë dashuri ka në bot e para sarohet për se shumë dashuri ka në bot
Gjakov, për me pa cilta shok poj, cilta shok hajde. Me bone osat, me fute në valle tani nuk dalë dot. O shia me halës, me bone osat, me fute në valle tani nuk dalë dot. Stesha që kalova, ande nga shiaku, një vajse takova, se me zumë raku. Kam frikë se të mbete, thondër në shia, o me god stilone, ste ka faja spa. Se me bone mojnone si me le papat, linda qunë Gjakove do mes në shia. Se me bone mojnone si me le papat, linda qunë Gjakove do mes në shia. Stesha që kalova, ande nga shiaku, një vajze takova, se me zumë araku. Kam frikë se të mete, thondër në shia, o me god stilone, ste ka faja spa. Që kalova, ande nga shiaku, një vajse takova, se me zumë araku. Kam frikë se të mbetem, dhondër në shia, o me god stilone, ste ka faja spa.